Dhjetra banorë të Slivovës kanë nënshkruar javëve të fundit 2 kërkesa të ndryshme. Të dy palët janë me një mendje se objekti për të pame duhet të ndërtohet brenda rrethojës së oborrit të xhamisë së fshatit, por nuk po pajtohen asesi për lokacionin e saktë. Të dy kërkesat janë adresuar tashmë komunës së Ferizajt. Më 19 shkurt, kryetari i fshatit Njazi Rexhepi ka dorëzuar në komunë kërkesën me 27 nënshkrime për ndarjen e 200 metrave katror të oborrit të xhamisë pronë komunale për ndërtimin e objektit për të pame përgjatë rrugës magjistrale që lidh Ferizajn me Shtimen. Rexhepi, i cili ka thënë televizionit Tema se nuk ndodhet në Ferizaj gjatë ditës, ka treguar se nënshkruesit e kërkesës së parë mendojnë se është e përshtatshme që objekti të ndërtohet në këtë anë për shkak të qasjes më të lehtë. Megjithse përplasje ka pasur vazhdimisht gjatë diskutimeve në fshat për lokacionin, në kërkesën e kryetarit shkruan se ka pasur pajtim të plotë të banorëve për lokacionin. Kjo kërkesë është diskutuar dhe ka kaluar të mërkurën në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa dhe nesër pritet të diskutohet në mbledhjen e rregullt të Kuvendit Komunal. Për kërkesën e pjesës tjetër të banorëve të fshatit ka njoftuar KPF-n Ibrahim Osmani, shef i grupit parlamentar të Vetëvendosjes. Ata kanë bërë një peticion dhe kërkojnë që të mos votohet pika 12 për shkak të pakënaqësive apo dorëzit që kanë në fshat dhe një pjesë e mollë janë të menduar që ky lokacion është nevojshëm, një pjesë e mollë janë të menduar dhe kanë bërë një peticion që nuk është lokacion i nevojshëm. Atëherë kur kemi kësi mosmarrëveshje, unë mendoj që do të më shtyp për shkak të peticionit që e kanë sjellë ata për kuvend. Dhe mendoj që shkon në nevojshme që të mirën tamam si do të nëse është edhe drejtori i mirë banorët atje, edhe banorët se ta gjeni kompromis për bashkë për ta rregulluar. Drejtori i Gjeodezisë dhe Kadastrës Sabri Murseli ka thënë se nuk ka njohuri për kërkesën e re me 10 nënshkrime dorëzuar të martën. Aty nënshkruesit kërkojnë që kërkesa e kryetarit të fshatit të mos aprovohet në seancën e së premtes. Disa prej banorëve firmëtar të kërkesës së dytë kanë thënë prapa kamerës se kanë kërkuar që objekti të ndërtohet prapa xhamisë me qëllim që të mos mbulohet pamja e faltores dhe sepse është më e lehtë edhe kyçja në kanalizim. Ata mendojnë gjithashtu se në rast të zgjerimit të magjistrales do të ngushtohej parkingu para anës ballore të oborrit të xhamisë. Televizioni ka mësuar se mospajtimet në fshat kanë rezultuar edhe me përplasje të ashpra dhe me raportim të një rasti në policinë e Ferizajt.